Faleminderit nderuar drejtuese e seancës. Në fillim fare nuk duhet ta humb rastin që na krijoi një parafolës këtu, që mbase për herë të parë në kuvend flitet për libra. Do të jenë dy ndjesi që krijohen që të flasësh për libra në këtë kuvend. E para mbi të gjitha kur librit lëmbresa, po me një kusht, për të nuk gënjehet. Dhe e dyta është rasti kur gënjehet për libra, është ai ku gjen veten në një libër. Dhe dua ta citoj Hannah Arendt. E keqja lind nga paaftësia për të menduar. E keqja e sfidon mendimin, sepse sapo mendimi përpiqet të merret me të keqen dhe të shqyrtojë premisat e parimet nga ajo buron, mendimi mbetet i zhgënjur, sepse nuk gjen asgjë në të. Ky është banaliteti i skeqjes. Pra mund ta rrotullosh si të duash, por kur gjen veten në një libër, patjetër që vjen këtu të gënjesh për atë që libri thotë. E dyta gjë që dua ta saksoj që në kryeterës, unë nuk jam mjek. Se pash këtu mjek të irrituar që pse në këtë sallë flasin ata që janë mjek për një ligj si puna e këtij. Mos kem pik me ragu, nuk i zëm vëndin, edhe kur flasin për tendera në infrastrukturë, në një ligj që është për profilin e tyre. Mos e ken fare me ragu. Mos ken pikën e meragut se të dizëm vëndin edhe kur vinë këtu e bëjnë thirrje për protest, po për protest që nuk ka lidhje me problemet që ka shëndetësia. Normalisht dhe ishte gjëja më normale, po për protest që ka vetëm një synim. Marrjen e pushtetit. Jashtë tavolinës, jashtë zgjedhjeve dhe me dhunë. Tani, patjetër që ligji si që unë e lexoj, apo si që dëgjova këtu edhe nga kolegët mi që janë të kësaj fushë, bën mirë. Bën mirë veçanërisht në kontrollin e lëndëve të para që përdoren për prodhimin e lëndëve psikotrope apo edhe narkotike më tutja, apo të lëndëve që kanë si produkt përfundimtar eksaktësisht këtë gjë. Ligji bën mirë edhe që adopton listat tona të ndalimit të tyre lëndëve me listat e vendeve europiane. Po duhet ndalem këtu në një pikë për të thënë që fenomeni i drogës, konsumimit saj, nuk është fenomen shqiptar. S'është, mund të vërtitemi si të duam. Ta sjellim konsumin e drogës në Shqipëri vetëm pas vitit 2013 e këtej, po s'është. Dhe ata që janë mjek e din shumë mirë këtë gjë. Për më tepër pastaj ta nxjerrësh para viteve 90 këtë konsumin e drogës në Shqipëri është habi shumë e madh. E të vish ta thuash këtu në kuvend që e kemi trashëgim prej andej edhe këtë gjë. Nuk je në realitet. A duhet betejë? Po patjetër. Dëgjova këtu që ne jemi vendi ku kanë rënë avionët me drogë. Patjetër më kanë rënë. Po të shihni pak më tutje, në Amerikë bien çdo ditë avionët edhe varkat. Prandaj ju godasin. Edhe avionët edhe varkat. Pra është një fenomen nga i cili ne nuk bëjmë përjeshtim. Apo patjetër, që ky fenomen duhet luftohet. E duhet luftohet edhe me lista, po edhe me veprim të organizuar gjitha agjencive ligjzbatuese. Mbi të gjitha, duke mbajtur të pastra agjencitë ligjzbatuese që implikohen drejt për drejt në luftën kundër këtij fenomeni. Tani, në fakt unë ngrita për të thënë dy gjëra tjera. Dy shqetësime që lidhen eksaktësisht me sektorin e shëndetësisë, edhe që janë krijuar gjatë ditëve të fundit. Shqetësimi i parë mbi të gjitha ka të bëjë me listën e barnave të rimbursueshëm dhe çmimin si një element shumë i rëndësishëm i çdo bari që rimbursohet në këtë vend. Këtu po hyn zanatin tim.
natyrisht që çmimi është një element që patjetër garanton ose mohon aksesin në mjekim. Veçanërisht kur bëhet fjalë për shtresa në nevojë ekonomike. Lista e barnave të rimbursueshme është krijuar eksaktësisht për këto shtresa. Në nevojë kronike shëndetësore dhe në nevojë ekonomike. Pikërisht për këtë arsye, mënyra se si ndërtohet lista, se si vendosen alternativat në të, dhe natyrisht në krahun tjetër, pastaj, me çfarë çmimesh, janë themelore. Janë themelore. Shqetësimet që nga marrë gjatë tyre 2 ditëve të fundit, lidhen me çfarë po ndodh gjatë tyre 2 ditëve, pikërisht me çmimin e barnave të rimbursueshme, edhe me rankimin e alternativave, barnave alternative pikërisht në këtë listë. Shqetësimi është i dyfisht. Pra, po e përsëris, edhe në rënditjen e alternativave, ka përmbysje të tyre, po edhe si çmime, të cilat lejoni t'ja u them, shqetësimi apo pretendimi është i tillë, janë pa negociuara edhe të pa njoftuara. Pra, edhe të pa negociuara edhe të pa njoftuara. Për depot farmaceutike edhe për rrjetin e tregtimit të barnave, duke krijuar shqetësim për ta që për cilët pastaj si shqetësim tek qytetarët që duhet përfitojnë nga barnat e rimbursueshme. Dhe keni parasysh janë barna që merren muaj për muaj. E ka të detyrueshme një smur kronik ta marrë atë bar, përndryshe rrezikon shëndetin e tij. Rasti i parë i reagimit apo i shqetësimit ka ardhur nga shoqata e të smurve me diabet. Dhe bëhet fjalë për insulinën. Shqetësimi i tyre ka të bëjë pikërisht me këtë, me përmbysjen e rënditjes së barnave, që ata duhet marrin insulinës, që ata duhet marrin origjinës, produktin që ata duhet marrin. Shkojmë që ta themi që në kryet herës, sa më të lira të jenë çmimet, pa më të voglin diskutim që është mirë për blerësin, po edhe për buxhetin e shtetit, lutem. Por në krahun tjetër, ulja e çmimit nuk duhet të rrezikojë zinxhirin e furnizimit apo të përmbys rënditjen e alternativave për qytetarin. Nuk duhet ta bëjë këtë gjë. Përndryshe, akomodimi që i është bërë kësaj kategorie për vite të tëra me radhë në një produkt caktuar dhe që është provuar mirë për shëndetin e tyre, nuk mund të vijë kështu beftas dhe duke i nxjerrë ata nga përfitimi që ata duhet marrin, edhe për shëndetin, po edhe nga pikpamja ekonomike. Dhe e dyta, ka të bëjë me barana onkologjike. Edhe këtu ka ndodhur eksaktësisht përmbysja nga bar prioritar në bar alternativ dhe kthimin në bar prioritar të një tjetri. Mund të jetë edhe kjo, nëse bari prioritar që për të cilin ka ndodhur përmbysja është efektiv, është i ri, është inovativ dhe ka impakt shumë të madh për qytetarin, por kur për klientelizëm, për të larguar një nga tregu e për të futur një tjetër në treg. Natyrisht janë dy shqetësime që unë do doja t'ja përcjellja qeverisë, t'ja përcjellja edhe Ministrisë së Shëndetësisë, sepse natyrisht bëhet fjalë për një sektor shumë sensitiv, patjetër që lista nuk është më ajo që ishte në vitin 2013 me 40 milionë euro. Lista ka vajtur 140 milionë euro. Kaq është buxheti për listën sot. Me buxhetin e ri që miratuam për këtë vit është 140 milionë euro. 4 herë e ca më tepër, por ama kur bëjmë këtë gjë, dhe kjo është ajo që unë thash kur u diskutua buxheti këtu, do e mos që përfituesi duhet jetë i smuri, jo kompanitë. Apo më keq akoma kompanitë që dua unë, apo që do një tjetër, apo që do një tjetër. E fundit gjë që kam, po prap me që jemi në fushën e shëndetit, dua ta rivendos edhe një herë theksin zonë ministër, në kushtet kur mungon ministre, edhe një herë theksin tek cigaret elektronike dhe tek vapes. Kemi vendosur me ligj ndalim për shitjen e fëmijëve. E pikërisht për këtë arsye kemi vendosur me ligj ndalimin edhe të çdo reklame, komunikimi që nxit fëmijët drejt këtyre produkteve. Nuk po ndodh.
janë po aq të dëmshme për shëndetin, sa edhe këto lëndët të cilat po listojmë këtu sot. Për më keq akoma, nisja me cigaret elektronike me vapes çojnë ke duhani dhe duhani tjetër të çon thithës çdo gjë tjetër të paligjshme edhe dëmshme për shëndetin. Faleminderit.